Lenë, derisa filloti punën me i përgadit, unë doja të dija, është koha e turshive, konsumojmë, ndoshta pa, po e thamë thojza kanar, konsumojmë shumë turshia. Mund të jenë të dëmshme nëse abuzojmë? Turshit nuk preferohet mu përdor të persona që kanë ulqera në lok. E dim që personat që kanë probleme me hipertension, nuk preferohet sasi shumë të lartë me marrë turshi, për shkak të kripës se pa tjetër na kemi mishtu krip, edhe sigurisht që një dozë po mënej pak ma të lartë nashta se sa që i shtojmë gjillave, edhe kjo është arsyeja që nuk bën me të pru. Një sasi, për shembull, një 4 ose një pjatë, kështu sa kjo, dikon po 250 gram mundet, ose një salat kombinume kështu, po mundësisht mos më shtu shumë turshi. Krep turshi, se në tradit na kemi kështu sasi shumë të lartë, ajo e rum po. Po realisht duhet me pas shumë kujdes, gratë shtatzona që kanë probleme me edema ose që kanë probleme me hipertension, edhe ato duhet me pas shumë kujdes të sasia e turshive, do më thënë janë këtu 3 kategoritë që duhet me pas shumë kujdes. Jo, te sasia është fjala, jo mës me përdoret, sepse probiotik pikrisht të këto kategori janë shumë të rëndësishme. Për shembull, personat që kanë probleme me hipertension kanë nevojë edhe ta për vlera ushqyese, vitaminat, mineralet, edhe probiotik janë shumë të rëndësishme për metabolizmin. Gjithashtu dhe gratë shtatzona i kanë shumë të rëndësishme probiotik, kështu që këto raste duhet me pas shumë kujdes.